Ndërmarrja e shërbimeve publike dhe ndriçimit rrugor në Vlorë pritet të zhvendoset shumë shpejt në një godinë të re, një investim që synon të përmirësojë ndjeshëm kushtet e punës, organizimin e shërbimeve dhe menaxhimin e flotës së mjeteve. Zhvendosja konsiderohet një hap i rëndësishëm për një nga ndërmarrjet më të mëdha dhe më të rëndësishme të Bashkisë së Vlorës, e cila është përgjegjëse për një sër shërbimesh të përditshme në qytet. Aktualisht ndërmarrja e shërbimeve publike dhe ndriçimit rrugor është e vendosur në ambientet e ish-parkut urbanëve, ku ndan të njëjtën hapësirë me ndërmarrjen e pastrimit dhe gjelbërimit. Megjithatë, rritja e aktivitetit dhe nevoja për më shumë hapësira e kanë bërë të domosdoshme gjetjen e një ambienti të ri, më funksional dhe më të përshtatshëm për zhvillimin e punës së përditshme. Godina e re ndodhet në ambientet e ish-shkollës së mesme në zonën e ish-ushqimores në lagjen Kushtrimi. Ky objekt ofron sipërfaqe më të mëdha dhe një organizim më të mirë, duke krijuar mundësi që të gjitha strukturat e ndërmarrjes të funksionojnë në të njëjtin kompleks. Nën kujdesin e drejtorit të ndërmarrjes Ilir Aliaj, po kryen përgatitjet e fundit për sistemimin e ambienteve në mënyrë që zhvendosja të realizohet sa më shpejt. Puna është përqendruar në përshtatjen e godinës sipas nevojave të institucionit, gjë që tashmë është drejt fundit, duke përfshirë zyrat administrative, hapësirat e magazinimit dhe zonat për parkimin e mjeteve të punës. Territori i ri konsiderohet mjaft funksional, pasi ofron hapësira të bollshme për automjetet dhe makineritë që përdoren çdo ditë në mirëmbajtjen e qytetit. Njëkohësisht, aty do të sistemohen edhe magazinat, ku do të ruhen materialet, pajisjet dhe baza materiale nevojshme për ndërhyrjet në terren. Zyrat do të jenë më të përshtatshme, ndërsa organizimi i shërbimeve do të jetë më efikas, duke shmangur problematikat që kanë ekzistuar deri më tani për shkak të mungesës së hapësirave. Janë thuajse gati mjediset e reja ku do të vendoset ndërmarrja e shërbimeve publike e Bashkisë së Vlorës këtu në zonën e ish-ushqimores. Ky do të jetë edhe parkimi ku do të jenë vendosura mjetet e ndërmarrjes, ndërsa ambienti i shkollës, që dikur ka qenë një shkollë e mesme, do të vendoset në dispozicion të zyrave të administratës. Është duke u dhënë edhe dora e fundit e përgatitjeve, ndërsa administrata, por edhe punonësit e ndërmarrjes së shërbimeve publike shumë shpejt do të mund të kenë mjedise më moderne dhe bashkëkohore të zhvillimit të aktivitetit të tyre të përditshëm. Sipas drejtorit të ndërmarrjes së shërbimeve publike Ilir Aliaj, përqendrimi i të gjitha strukturave në një kompleks të vetëm do të ndikojë pozitivisht edhe në koordinimin e punës. Kjo do të thotë reagim më i shpejt ndaj problematikave në qytet, planifikim më i mirë i ndërhyrjeve dhe menaxhim më efikas i mjeteve dhe pajisjeve. Ndërmarrja e shërbimeve publike dhe ndriçimit rrugor ka një rol kyç në mirëmbajtjen e infrastrukturës urbane të qytetit. Punonësit e saj janë të angazhuar çdo ditë në riparimin e trotuarëve, mirëmbajtjen e ndriçimit publik, sistemimin e hapësirave publike, ndërhyrjet në rrugë, sinjalistikën dhe një sër shërbimesh të tjera që lidhen drejt për drejt me jetën e përditshme të qytetarëve. Sidomos gjatë sezonit turistik, ngarkesa e punës rritet ndjeshëm, pasi ndërhyrjet janë të shumta dhe kërkojnë gatishmëri të vazhdueshme. Për këtë arsye, krijimi i një baze moderne dhe të organizuar konsiderohet një investim që do të ndikojë jo vetëm në përmirësimin e kushteve për punonësit, por edhe për rritjen e cilësisë së shërbimeve që ofrohen për qytetin. Përfundimi i përgatitjeve dhe zhvendosja në godinën e re pritet të realizohet në muajin shtator, duke dhënë ndërmarrjes së shërbimeve publike dhe ndriçimit rrugor një bazë më funksionale, më të organizuar dhe të aftë për t'u përgjigjur kërkesave gjithnjë në rritje të qytetit të Vlorës.